Kjo është receta tipike që duhet ta përgatisni me sezban në shtëpinë tuaj. Do përgatisim së bashku kek me boronica, një kek i butë dhe shumë i shijshëm. Në një planetare kam vendosur sheqer kristal, vezë të plota, vaj kikiriku dhe vazhdojmë duke miksuar me një tret dore mirë. Dhe pastaj do shtojmë jo qumësht, as kos, po pana pasi qërie liquid. Pastaj do marrim mielin molinocasilo, baking powder dhe vazhdojmë duke e përzirë mirë derisa të formojmë një brum konstant, homogen dhe i butë. Dhe pasi ketë arritur kremozitetin e saj, do marrim boronicat e ngrira duke i lyer me pak miell që kur t'i vendosim për ta pjekur, të bëjmë atë pjekjen perfekte. I përzim mirë me spatull dhe marrim një formë për kek, për çfarë të dëshironi ju, një formë tepsie, e lyjmë me gjalp dhe direkt e në furrë në temperaturë 180 gradë për rreth 40 minuta. E shikuat sekretin si ishte? Lyjmë pak vaj me një tef thike e bëjmë rrumbullak, që të bëjmë një qarje të bukur dhe keku të na pjeket për smari. Rezultati flet vetë, i butë, aromatik, me boronica, si që duam. Like, follow Pidis Kitchen dhe po ashtu kompania Neranti. Për të përgatitur këtë lloj recete, produktet i gjeni në çdo dyqan Neranti organik market.